99% qitë rast e fitoj. Në vesh lup në anko, mos e mbo presion, e këtu t'jo ngon lupna. Jo vënë është, se të mortë ne kom caktume me gjyshtarin aty, edhe më dorë kom bisedu me të, edhe me gjyshtarin, edhe me administratorin. Po. Pra ju po thoni që në asnjë mënyrë nuk keni tentu me bind palin që ju mundi me pas ndikim të gjykata? Jo, nderume, jo. Edhe s'muj me pas, edhe s'muj. Na jena përfaqësues ligjor që t'ja bëjmë shkresa, parashtresa, një ligjore përfaqësojmë palën. Na s'muj me pas ndikimin e për gjykata, janë gjykatat cilat vendosin, jo na. Po thoni që komunikimi juaj me gjyqtaren ka qenë veç me parashtresa, po i citoj prap në këtë bisedë. 99% që të rast e fitoj, 99% veç më jap kohë mos më bë presion. Ngam të lutem, javën e ardhshme se të martën e kam caktu me gjyqtaren aty dhe jam taku me të, me gjyqtaren edhe me administratorin. Pra jo në këtë bisedë po folni për po pretendoni për një takim me gjyqtaren dhe administratorin. Jo, unë e kom qu, nderuam, unë e kom shku gjyqtarës me parashtresë. Me poshtë, me parashtresë në gjykat, edhe i kom thonë po du me bisedu me gjyqtarën ma caktu seancën. Po, unë nuk jem shku, në alë e kanë thirë gjyqtarën të qa përdan, u kom prezencë, është ajo faktikisht sportelat, po, tash pola po thotë qështu kena marrë një konflikt akum, edhe gjyqtarën e kom pasë në lartësi për një 5 metrave. Nuk ka mundësi, tha veç une kur si pas radhitjes landës. Une i kom thonë, kom bisedu, e kom lu gjyqtarën që mos vjen të naj, une veç në që drejtim, jo në tjetër diçka, po edhe gjyqtarja mu ka drejtu shkruma kërkesën edhe une e shqyrtoj, qikaq. Por ju në bisedë po folni për një caktim të takimit të martën me të dhe administratorin realisht. Unë kom qenë të administratori, ju kom drejtu administratorit, i kom thonë është urgjentin që ose mund është me i thonë gjyqtarës me shpejtu Londën qikaq. Me çka i keni drejtu administratorit? Veç me shkrim. E keni këtë shkres që i keni drejtu administratorit? Nuk e di e kam, po shumë kena bo punë, kom që parashtresa shumë, kom që urgjens shumë. Unë nuk besoj që ka pas kurfar takimi, por unë nuk më me vërtetu. Sugjestimi o konë gjithë, ose sugerimi o konë gjithmonë që ai o taku me gjyqtaren, dhe me thonë ai ka bo një biset me gjyqtaren, dhe me thonë për qatë arsye du të me dhonë 25.000 euro, se kur t'i japi 25.000 euro të një kry London. Në lidhje me këtë pretendim, siç dëgjohet në audio ngjizim, Betimi për Drejtësi ju ka drejtuar me pyetje dhe gjyqtarës Liliana Maksimović Zivić dhe administratorit në gjykatën e Graçanicës, Boban Zivić. Por sipas një përgjigje me shkrim nga ana e gjykatës, gjyqtarja duke u bazuar në opinionin e Komitetit Këshilldhënës për Etikë Gjyqësore, nuk bën deklarata publike gjatë procedurave që janë duke u zhvilluar. Gjithashtu, as administratori nuk ka dhënë përgjigje.